Një vajzë 20 vjeçare ishte shumë e njohur në rrjetet sociale, por dëgjoni se çfarë ka ndodhur. Është mirë që të jeni të informuar se ku i dihet kush fshihet pas këtyre telefonave. Ka ndodhur në Korenë e Jugut. Yoon Yi, një vajzë 20 vjeçare, kishte rreth 2 vjet që merrej me rrjetet sociale. Fillimisht kishte një akaunt privat, sepse nuk donte që të bëhej publike. Mirëpo, me kalimin e kohës e hapi këtë akaunt, pra që ta shihnin të gjithë, dhe me njerë, pas një kohë shumë të shkurtër, filluan që u regjistruan njerëz që u lidhen me faqen e saj. Dhe brenda një javë e gjysmë, ajo arriti deri në 10.000 followers. Dhe kështu që nga ky moment filloi që të bënte edhe video kudo që shkonte. Por nuk kishte bërë ende video edhe fotografi të saj. Nga momenti që bëri videot e saj dhe fotografi, brenda një viti, ajo arriti 150.000 followers. Gjë që nuk e priste. Në fakt, nga i moment filloi që të bënte disa takime live. Pse i bënte këto takime live? Për ata që jemi të informuar si thash më përpara, ata që nuk e dinë, në TikTok është hapur kjo loja tani, që kur je live, dikush t'jep në një dhuratë. Dhe kështu edhe vajza, edhe Yoon mendoi që dikush do t'i bënte në një dhuratë të vogël. Mirëpo, me kalimin e kohës, ajo shikonte që dhuratat ishin jo pak, po ishin shumë. E kështu që nga puna që punonte, sepse punonte në një restorant sushi. Kishte kohë që punonte ky restoranti sushi, kishte rreth 2 vjet e gjysmë, pra që kur ishte 17 vjeçë. Dhe me kalimin e kohës, kur pa që me live mund të bënte disa para, atëre vendosi që të bënte live për ditë. Dhe kështu ndodhi. Dal nga dal duke bërë live, u lidhen edhe më shumë me këtë vajzë, derisa ajo te i kaloi 250.000 followers, madje edhe 300.000 followers. E kështu, teksa vazhdonte që të bënte këto live-et, vitin e kaluar, pra në gusht shtator të vitit kaluar, njohu një tipe që prezantoi fillimisht si tipe, The Black Cat, sepse prezantoi fillimisht si vajzë, si grua. Dhe me kalimin e kohës i tha që ishte një mashkull dhe që i pëlqente kjo vajzë, etj. Dhe mirëpo vajza, pra Yoon, nuk e kishte mendjen fare aty, sepse nuk dëshironte, ndonse nuk kishte asnjë të dashur, por njifte një djalë që kur ishin në shkollë dhe meqense nuk ndejti me të, ajo nuk mendonte askën tjetër. Mirëpo, The Black Cat vazhdonte që t'i vijej pas. Si përfundim i thoshte që ishte një inxhinier elektronik, pra ishte një inxhinier kompjuterik. Dhe kishte disa informacione për sa i përket kompjuterit dhe programeve etj. Dhe si përfundim i tha që të bënte sesi të vazhdonte me një fjalë punën e saj që të bënte më shumë para. Dhe i tha që të vendoste, i tha një truk, të blinte disa telefona që ja bleu ai vetë, dhe i vendosi me karta të tjera. Dhe i tha, po t'i dërgoj, ata nuk takoheshin, ajo nuk donte që të takonte. Dhe ky gjithmonë i dërgonte dhurata. Dhe më në fund i dërgoj dhe këta telefonat. Telefonat i dërgoj 7-8 telefona, mos gaboj, dhe që në përgjithësi ishin 10 telefona me gjithë ato 2 që kishte ajo, dhe i vendoste këto telefonat që të bënte live-in. Nga momenti që bën live-in, sa më shumë karta janë që lidhen me ty, sepse kanalet janë tut, dhe aq më shumë ti gjeneron para. Dhe kështu që ajo filloi që të gjeneronte mirë, me një fjalë para, që s'kishte nevojë të shkonte në punë. Në fakt, ai thoshte që jemi soço, jemi ortak, i thoshte kësaj. Ti mos e vrit mendin se jemi ortak. Si përfundim i kërkoi që të shiheshin me telekamer. Dhe kështu ndodhi. Filluan që të shikoheshin me telekamer. Ajo e pa. Ai gjatë momenteve që bënin këto videot, ai vendoste një filtr. Dhe ishte i zoti, vendoste një filtr që të dukej më i ri. Në fakt, është një 50 vjeçar. Ajo mendonte se ishte 25, maksimumi 30. Dhe vazhdoi kjo për një kohë të gjatë. Ajo nuk donte që të ishte kaq i lidhur ky me këtë, por me kalimin e kohës ky u bë akoma më i ngjitur. Në fakt, gjatë momenteve live, i thoshte
ishte i pari që futej në momentin kur ajo bënte live-in, e shoqëronte gjatë momenteve live, derisa u bë si stalker, me një fjalë pothuajse për ditë. I telefononte sepse në një nga telefonat kishte simin që ai kishte blerë të gjitha ato, po e telefonte nga një nga këta telefona dhe telefonte për ditë. Atë që ajo mbante ndezur, sepse nuk i mbante të gjithë këta telefonat ndezur vetë në momentin e live-eve. Dhe si përfundim, kjo e mbylli atë telefon, bile dal nga dal mbylli edhe telefonat e tjerë, sepse nuk donte më. E kuptoj që kishte diçka të veçantë, me fjalë diçka të çuditshme ky. Si përfundim, ai dal nga dal i filloi që ta bënte për vete, por s'kishte shanse. Dhe çfarë bëri ai? Filloi që ta joshte me para. Pra, përveç se i dërgonte më përpara shuma të vogla, tashmë filloi që t'i dërgonte shuma të mëdha, derisa arriti një shumë rreth $70,000, pra 10 milion yen, mos gaboj. Dhe $70,000 për të ishin asgjë, si tregonte ai, sepse ishte i pasur, thoshte, dhe ishte i zoti në kompjuter, si inxhinier kompjuterik. Në të vërtetë ai s'kishte për të ngrënë. Me fjalë, kishte falimentuar, kishte borxhe dhe nuk dinte se çfarë të bënte. Dhe ato para me zorë se si kishte gjetur që donte të bënte për vete vajzën. Vajzën 20 vjeçare, ai 30 vjeç, pas një vajze, por për më tepër ditë dhe natë pas saj, në vend që të mendonte se ku do të punonte. Si përfundim, ju dedikua asaj gjithmonë më shumë, derisa ajo u mërzit kaq shumë sa nuk donte ta dëgjonte më. Bile i bllokoi edhe accountin, pra atë The Black Cat. Dhe ai hapi 7 kanale të tjerë gjithmonë me Black Cat. Dhe fillonte që disa jo me Black Cat, me emra të tjerë, pastaj i ndryshoi. Edhe filloi që t'i shkruante asaj. Çdo moment që shikonte live, që ajo t'i përgjigjej. Dhe i futej i pari. Ajo e kuptoi dhe kështu që ishte ky shkaku që e tërboi këtë zotëri, 50 vjeçar, dhe një ditë, pra para pak ditësh, nuk ka pak ditë, priti se ajo mbaroi live-in, dinte se ku ishte shtëpia e saj, nuk e di si, askush nuk e di se si e gjeti shtëpinë e saj, dhe pasi ajo mbaroi live-in, e gjeti, shkoi në shtëpinë e saj, nuk dihet se si e mori, sepse e mori në një makinë dhe nuk dihet nëse e mbyti gjatë në shtëpinë e saj, e mori poshtë, apo e mbyti gjatë rrugës, nuk dihet. Më fjalë, nuk ka informacione nga policia e Koresë së Jugut, por dihet vetëm një diçka, që ai e mori në makinë dhe çoi 3 kilometra larg, sepse si duket donte ta varroste në majtë malit që mos ta kapte kush. Megjithatë, me anë të disa radarëve, të ADN-s dhe të qenve, arritën që të përgjonin, me fjalë të ndiqnin gjurmët e vajzës dhe nuk dihet se si, por edhe pse kishte ikur me makinë ky, gjetën makinën dhe pastaj gjetën vendin ku e kishte hedhur vajzën që mbyti 50 vjeçari. Vajzë e re, 20 vjeçe. Ai 50 vjeç dhe kërkon vajza të reja. Tani nuk është vetëm ky, unë shpeshherë them, nëse keni vënë, ka disa që pas telefonave ose pas kompjuterave flasin budallëqe. Dhe të kërcënojnë biles. Nuk e di, keni para po jo. Ose pas telefonit, unë të bëj këtë, shiko, e para njerë që është e rëndësishme, nuk është budallëk të kërcënosh dikë. Pikë së pari, sepse nuk të ka bërë asgjë. Pikë së dyti, nëse kërcënon dikë, ruaju sepse do e hash në një mënyrë tjetër. Ky është mendimi im. Dhe ka disa që kur i kërcënon disa, nuk thon asgjë, por ta bëjnë gjëmën. Madje ka disa të tjerë që nëse i prek, ai apo ajo qoftë, merr edhe 10 të tjerë me vete. Sepse secili ka jetën e tij dhe ai që ka jetën e tij mundohet që të qetësohet, të vazhdojë jetën e tij dhe të ketë respekt për çdo. Por ai që nuk ka jetën e tij, sepse e ka hedhur poshtë jetën, janë pikërisht këta që
humbasin kohën, si për shembull ky. Humbasin kohën duke u rendur pas një vajze 20 vjeçare, duke u rendur pas parave kot më kot, duke u rendur pas lafeve, si lafazan, lart e poshtë do të bëj këto, do të bëj ata, apo në vend që të mendoj se si do ta zgjidh problemin e tij, sepse kanë 1 miliard probleme këta. Edhe ndonë se ju duke sikur nuk kanë, sepse atyre u duke sikur nuk kanë asnjë problem, por kanë 1 miliard probleme. Shikojini, të gjithë ata që janë egoist, janë, apo gjëja janë të fortë, apo ku ta di unë, të gjithë. Sepse duhet të dini që jeta e njeriut është si kur të ketë ardhur muzgu. Me një fjalë, nga muzgu në muzg. Ska, është shumë e shpejt jeta e njeriut. Dhe ku do të mësoj një gjorë nëse nuk mëson nga këto informacione? Sepse ku do t'i marrë informacionet? Nëse rri për herë me ignorantët, do metet ignorant. Nëse do të shkoj me të zgjuarit, diçka do mësoj. Mbaj mend pleqët e mosëm që thoshin më mirë një shok i mirë se sa shumë edhe pa vlerë, një gjë e tillë. Sepse është e vërtet që shoku i mirë të ndryshon jetën ty, sepse është efekti domino. Pra, ky zotëri, 50 vjeç, shkatërroi, e para i vrau vajzën, po shkatërroi dhe jetën e tij. Pse? Kot fare. Pra, vetëm për të bërë për vete një vajzë. Dhe po thosha, pas telefonit, nuk e keni iden se sa tipa ka pas telefonit. Dhe se cili është më i forti, më i bukuri dhe më i miri. Janë pak ata që dalin kështu si puna ime, ballë për ballë, unë jam unë, ja ku jam. Dhe nga ana tjetër, po thosha, ka një pafundësi të disave që fshihen pas telefonit dhe pas kompjuterve. Ndaj duhet patur kujdes. Ju ç'mendim keni? Pres, ju përqafoj. Natën.